Në Zajas është vendosur një plak përkujtimore në shtëpinë e Behije Mehdiut, nëna e doktor Aqif Mehdiut, Fadil dhe Munir Mehdiut, duke shënuar rolin që kjo shtëpi ka pasur gjatë viteve të veprimtarisë së lëvizjes kombëtare. Nga viti 1992 deri më vitin 1999, në këtë shtëpi ka kaluar dhe qëndruar veprimtarja Azem Sylla, komandanti i përgjithshëm i UÇK-s. Vendosja e kësaj pllake nga ana e Azem Syllës, i njohur si Daja, ka për qëllim përkujtimin e kontributit dhe mbështetjes që familja Mehdiu ka dhënë në periudha të rëndësishme historike. Aqif Ekzoshi. Dhe faleminderit. Faleminderit. Kjo është nëna doktor Aqifit, Behija Mehdiu, që për ditës parë kur ka marrë këtu në 93, bashkë me Aqifin, ky bilateri i pasmarrë dhe fëmijën e tij. Nëna kuptonte që e ka menda në familjen një person, një vëlla, një shqiptar, që nuk ka ardhur për qef. Që ndroj këtej, po ardhur për që e ka qitë halli personal, halli i çështjes së popullit, i çështjes së Kosovës. Dhe kjo non më ka pritur sur djalë vetin. Dhe ajo natë ishte hapja e dyrëve për lëvizjet e mia sa herë që të më qetë rruga, ma edhe pa Aqifin, vetëm kjo, e dinte që edhe natën, edhe ditën, nëse vi e kam djerë hapër dhe ajo kuptonte që vjen, po edhe këtu do të sa që kam lëviz natën, pas që t'heqe, heq kam një kom dalë. Këtu e ka qenë ma shtu kur visha këtu natën qenë ka pas shumë kjo anë, edhe qenë të mëdhej. Me shënërish, unë thasisha, po, me pas shumë, gap natën, shabu, kjo. Po do thot, ka si gjitha dhe, këtu si do bës, këtë fshatin e juj, ka qenë shtypi qene me orë. Daja i fëmijëve të mi, nënës si thash, ashtu kur erdh pike fekru. Në fillim e dinte daja i fëmijëve të mi, vllai i gruas teme. Ka nejtë në shtëpitë vetë si tregoj vetë, si në shtëpitë vetë. Ky as ha mish, as pi raki, as pi duhan. Ky ha buke qumësht, natë vakët, ka nëherë edhe buke rosh. E kursente çështjen se ne s'kishëm bare, o burra, o djem, kjo është histori e fortë. Ky është njëshi i UÇK-s, 3 shkornjat e arta. Nuk është me më tregojmë, o mirë tregojmë, se ma për modestis dhe vdiqëm, modest. Njëshi i UÇK-s. Këtu 93 edhe 94. Atëherë kjo pleme ka qenë mbushur me barë të thakë. Dhe gjatë lëvizjeve të mia këtu, kur visha këtu për të fjetur, ose për të bërë natën, për mos ta bezdis lokën që ishte nalë, ajo qetë në visha që të sishte pëtok, hisha në sanë, barë dhe këtu që isha natën. Ja do thot kushtet e një ilegalisti, një personi që edhe këtu e kënë përjetu sur vend timin, sigur të kë basasam të printalis, po edhe që në pleme do thot, në pleme, pas edhe pas do thot, këtu janë kushtet ku ka qëndruar një ilegalist.